Mirdita, Partia Demokratike denonson dhe denon me forcën më të madhe kërcënimin me jetë nga mafioz qeveritar apo të lidhur me shtetin të gazetarit Osman Stafa, i cili ndodhet i pranishëm në këtë sallë. Kërcënimi i gazetarit Osman Stafa vjen vetëm një muaj pasi mafja më e rrezikshme e Europës, mafja e Edi Ramës, i vendosi minën gazetarit të mirënjohur italian Ranucci për emisionin e tij kundër mafjes shqiptare. Osman Stafa, me investigimet e tij, ka provuar para shqiptarëve dhe mbar Europës se regjimi i Edi Ramës në spitalin onkologjik ka kryer krime kundër njerëzimit, se të smurët me smundje neoplazike janë privuar nga ilaçet jetike në betejën e tyre me smundjet. Se të smurët me këto smundje janë privuar nga aparaturat e domosdoshme të diagnozës dhe mjekimit të këtyre smundjeve. Se këto qëndrime që të i kalojnë çdo imagjinat kanë kushtuar me qindra e qindra vite jetë këtyre smurëve të marrë së bashku. Edi Rama është kryeministri i parë që pohon publikisht se ilaçet nuk i siguruam sepse të smurt me këtë smundje ishin shumë. Nuk ka deklarat më cinike, më çnjerëzore, se sa një deklaratë e tillë. Të pretendosh se një shtet që në 12 vite administron 67 miliard euro buxhete, të deklaroj se nuk ka ilaçe se të smurt janë shumë, është absolutisht një lloj si të firmos me dorë dënim në tyre kapital. Është papërgjegjshmëri ekstreme dhe krim kundër njerëzimit. Dhe duhet thënë këtu se në investigimet e tij Osman Stafa ka faktuar se në shumë raste kanë qenë vjedhjet dhe abuzimet për interesa mafioze, pasurimi, të atyre që kanë plaçkitur, kanë bërë tendrin dhe s'kanë sjellë një ilaç të vetëm. Drejtor kryesor të spitalit dhe ministra.
ka ndodhur krime të rënda në 32 vjetë, por unë garantoj shqiptarët se krimi më i shëmtuar i 32 viteve ka ndodhur në Spitalin Onkologjik të Tiranës dhe të Republikës. Nuk kanë munguar ilaçet, nuk është e vërtet, edhe njerë them, në mënyrë absolute, nuk kanë munguar për para ilaçet. Jo. Nuk bëj fjalë që do sillej çdo ilaç i domosdoshëm për jetën. Ju informoj se jo ilaçet për këtë smundje, por qeveria më parë ka sjellë të rimbursueshme Exaden. Exade është një preparat që përdoret tek të smurt me talasemi, i cili i shpëton ata nga përdorimi i injeksioneve të vazhdueshme në abdomen, në bark. Pra, Exade nuk ishte një ilaç jetik, se s'mund të diskutohej, po ishte një ilaç i cili ndryshonte shumë jetën e djemve dhe vajzave të reja. Ishte jashtëzakonisht i kushtueshëm. Por e kemi marrë. Nuk mund të konceptohej të thuaj të smurve se nuk marrim, nuk blejmë dot ilaçet bazë të mjekimit të këtyre smundjeve. Përveç kësaj, kjo dramë e të mërshme që është luajtur dhe zhvilluar në pavionet e Spitalit Onkologjik, ka dhe një shkak të dytë. Mafja, nushi doshi, që ngërtheu të gjithë tregun, për zuri një nga një, të gjitha kompanitë e mëdha, europiane dhe botërore që kishin zyrat në Shqipëri, për produktet e tyre, në kohën kur ligji nuk lejonte tregtimin e asnjë ilaçi që nuk tregtohej në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Pikërisht për të patur siguri të plotë në veprimet e tyre. Pushtimi i tregut farmaceutik nga këta 2 mumuth të lidhur kock e palës me Edi Ramën që të dy bën që kompanitë e mëdha prodhuese të ilaçeve kundër smundjeve maligne të largohen njëra pas tjetrës nga Shqipëria. Çka i la këta të smur në mshirën e fatit dhe sot jetëgjatësia e tyre në Shqipëri është të paktën 60-70% më e ulët se sa në vendet tjera ku mjekohen. Për të mos thënë, raste që ju janë dhënë ilaçe tjetër për tjetër. Ndaj dhe e paralajmëroj Edi Ramën se çdo kërcënim dhe çdo shqetësim që mund t'i krijohet gazetarit Osman Stafa do mbahet ai vetë direkt përgjegjës. Të gjej me shpejtësi autorin e kërcënimit.
kjo klim kërcënimi ndaj gazetarëve është pjesë, është element kryesor i narkoregjimit. Mos harroni se një kolegi juaj u rrëmbye në mes të bulevardit, nga Altin Troplini, nga poja i Skapit, që sot flet në Durrës, thuju dursakëve, pse lirovet, pse mbajtën xhep mandat arresti Elvis Doçit. Se pashtu duar se po fliste në Durrës, thanë, pash një titull. No. Thuju dursakëve, krijon një klim, ndjek Edi Ramën, me klim terrorin ndaj gazetarëve. Rrëmben gazetarin në mes bulevardit, apo në kafene. Pse? Sepse kishte video për Edi Ramën në dokumentat e tij. Dhe në çdo dalje do thoshte që kemi presione, edhe rrjeshtonte edhe gazetarët në presione. Cili gazetarët ka bërë presion për një kriminal t'y pathuj pak? Apo e quen presion se kur denoncojnë dyshimet lidhjet e tua me krimin, dhe lidhjet e tyre me krimin, dhe këto i quajnë presion ata. Pra, një klim mafioze, të njëjtë gjë ka bërë me syrin, me lapsin. Kur lapsi publikoj të dhënat, listën e patronazhistëve, shtriu harxhart e tij të krimit mi lapsin. Pra, kjo është një klim në narkoshtet. Dhe kësaj klime i prin, e frymëzon, e udhëheq Edi Rama. Ndaj dhe i kërkoj me urgjencë të gjej autorin që ka kërcënuar gazetarin Osman Stafa. Se për Ranuçin po e gjejnë, u arrestuaj në Dubai, e morë vesh sinemati. Po ajo është tjetër, antimafia italiane është tjetër. Dhe pritet të zbardhet e gjithë skema, sepse u kërcënue, si u hull makina ner, gazetarit ku aty afër po kalon të vajza e tij. Së dyti, denoj edhe njëherë me forcën më të madhe. Si një akt të mirëfillt antikushtetues, ndërhyrjet brutale të Edi Ramës në gjykatën kushtetuese për mbrojtjen e vetes vetë në aparencë Ballukut. Në fakt, a i mbron vetën e tij. Tani, më duhet të rikujtoj shqiptarve, por edhe atyre ndërkombëtarve të cilët janë të interesuar për të vërtetat në këtë vend. Në vitin 2011, në vjetor të vitit 2011, apo, në fillim të janarit, pas një video të publikuar, të manipuluar nga Edi Rama dhe Filip Çakulli, në të cilin më falso akuzonin Ilir Metën për një rishfet që s'ishte kur i tillë, u faktue, për 700.000 eurosh. Ilir Meta, do t'ja u them ju këtu, pa ardhur kërkesa nga prokuroria, pa ardhur për hetim për imunitet, ka dhënë ndërheqje nga zëvendës kryeministër dhe ka heq dorë nga imuniteti. Ka heq dorë nga imuniteti. Në atë kohë,
prokurore ishte Ina Rama. Ishte Ina Rama. Dhe në rastin tjetër para Ilir Mec, Fatmir Mediu, ka dhënë dorëheqjen dhe heqjen e imunitetit. Lulzim Basha ka dorëzuar imunitetin. Ndërsa Lubi Balluku as nuk jep dorëheqjen, as nuk shkarkohet, si që shkarkova unë Ilir Usmailin. Po, absolutisht, ju them ju, me dokumenta. Tjetër punë se në një akt njerëzie, unë njoftua si dorëheqje. Jo, nuk ishte dorëheqje. Jo, nuk ishte dorëheqje. Sepse i vllai ti, cilin unë e njihja vllajin e tij. I vllai i tij ishte kryetar i dhomës eksportov ose diçka kësaj natyre. Kishte bërë presion ndaj drejtorit të përgjithshëm të burgëve për një tender. Dhe kishte kërcënuar atë. Ai e kishte regjistruar. Drejtori ishte njëri i ndershëm vërtet. Dhe e kishte regjistruar. Ku i vllai përmendte ministrin. Dhe ministri, në vend që të denonte vllain e tij, që i kishte përmend emrin, shkarkonte drejtorin se kishte regjistruar. Dhe unë shkarkova ministrin. Dorëheqjen. U ktheva nga jashtë, dorëheqjen thash. Sigurisht. Ky është standardi normal. Po këto s'mund t'i mohojnë, s'do t'i mohojnë. Se nuk shërbejnë. Se urdhë duke mohuar këto, ja ku arritëm. Kryeministër që bën avokatin e ministrit ti. Gjykata kushtetuese është në ditën më të vështirë për shkak të presioneve, kërcënimeve të shumanshme. Deklaroj këtu gjithashtu se sipas disa dhënave për personeli i asaj gjykate janë përdorur për kompromentim edhe video absolutisht të ndaluara për përdorim. Po, për t'u imponuar dorëheqje, për t'u imponuar largim. Se tani, me këto regjistrime që bën skapi, mund të ndodhë çdo gjë atyre. Por kjo që u them është e sigurt. A e ka bërë skapi, apo ka ndonjë manjak aty që vën kamera dhe regjistron, ato nuk i diu. Po janë përdorur. Ndaj dhe jam jashtëzakonisht sepse nuk ka asnjë bazë që ajo çështje të mbahet për shqyrtim. Ajo gjykat nuk refuzoi të shqyrtoj kërkesën e 30 deputetëve në rastin tim, duke thënë në mënyrë antikushtetuese se nuk legjitimohen në një kohë kur një nen i saktë i kushtetues i u jep atyre pikërisht të drejtë. Dhe tani të legjitimoj Edi Ramën për të mbrojtur dorën e vet. Është ditë e vështirë shumë sot. Shumë ditë e vështirë. Megjithatë, besimi im është tek qytetarë shqiptar. Së fundi, duhet denancoj me forcën më të madhe.
zëvendësimin e standardeve me lobime korruptive nga Edi Rama. Zëvendësimi i plotësimit kriterëve dhe standardeve me lobime korruptive ka qenë një faktor shkafimtar për Shqipërinë dhe shqiptarët. Shqipëria dhe shqiptarët kanë paguar çmimin më të lartë në tërë historinë e tyre. Një minutë. Jemi këtu. Jemi këtu, do marrim vetëm këtë javë. Zhvillimet e 10 ditëve të fundit. Asgjë tjetër. Zëvendës kryeministrja shndron Këshillin e Ministrave në zyrë avokatie për korrupsionin e saj, në fakt të Ramës, po të saj. S'ka ndodhur kur në Europë, as në histori. Kjo mund ndodh vetëm në regjimet absolutare. Po në këtë hark kohor, Edi Rama kalon amnistinë fiskale për të cilën partnerët ndërkombëtar në unison ishin kategorik kundër si një masë që kërcënonte dhe sigurinë e vendeve të tyre. Dhe që duhet pranojmë këtu se brenda një jave Komisioni Evropian ka reaguar 2 herë për këtë masë, për këtë amnisti kundër dhe administrata e Shteteve të Bashkuara. Por Edi Rama nuk pyet. Nuk pyet sepse ka zëvendësuar standardet me lobim korruptiv. Së treti, një proces instaluar prej shumë vitesh u përmbys dje duke rrëmbyer dhe institucionin e fundit që kishte ngelur gjysmë, sepse ajo ka qenë një kandidaturë konsensuale. Zonja Balanca ka qenë një kandidaturë e pranuar nga 2 palët, siç e dini. Po, megjithatë ne kemi vlerësuar punën. Pra, ky pushtet, kjo grim, ky segment kishte ngelur, refuzoi në mënyrë kategorike zotin Besim Ndregjonaj, refuzoi në mënyrë kategorike zonjën Adriana Kalaja, refuzoi në mënyrë kategorike çdo kandidaturë tjetër të mbështetur nga Partia Demokratike, siç e pat, dhe grabiti opozitën që donte. Opozitën që donte. Në kundërshtim, duke i futur një thik të madhe, një procesi shumë delikat, shumë të vështirë, por që dëshmon se Edi Rama është i gatshëm të shkelmojë çdo gjë. Pra, imagjinoni ju, një person në një hark kohor 10 ditor, nuk po ndalem në zgjedhjen e këtij, në zgjedhjen e kreut të SPKAP-it, sepse edhe përqendrimi aq i lartë i trupit diplomatik në sallën e zgjedhjes lën shumë të dyshohet se ajo u bë me qëllimin e vetëm për të tamponuar, për të neutralizuar dorën e zezë të Edi Ramës dhe presionet ndaj antarëve të KLP-s. Nuk mund të them, por nuk isha pa ndonjëherë përqendrim të tillë. Kaq të madh. Kishin qenë ambasadorë, po jo të gjithë shumë siç ishin, sepse donin të jepnin një mesazh që Edi Rama qeveria të mos mund të mirëte siç mori
Endri Shabanin, edhe kandidatin që ai kishte përzgjedhur apo donte se di se kush ishte në këtë proces. Pra, nuk ka. Ku i bazon këto, ju them unë ju? I bazon në lobime korruptive. I ka zëvendësuar. Po ne absolutisht doradorës do të qëndrojmë siç kemi qëndruar. Edhe ndaj atyre të cilët mbulojnë këto veprat e Edi Ramës, kudo që janë. Jo, nuk kemi, se kjo ne mbrojmë interesat jetike të shqiptarëve. Edi Rama pra ka zëvendësuar respektimin e kritereve me lobime korruptive. Ky është e vërteta. Pyetje të hapur për çdo pyetje. Ndërkohë, zoti Berisha, po ditën e djeshme u miratuan kuvende dhe pashja fiskale për post të gjithë kundërshtive të ardhura nga Bashkimi Evropian, FMN-ja dhe Dhoma Amerikane e Tregtisë. A do ta çojë Partia Demokratike dhe opozita në gjykatën kushtetuese paketën fiskale? Urdhëroni? A do ta çojë Partia Demokratike në gjykatën kushtetuese pashjen fiskale të miratuar dje në kuvend? Ne jemi duke ripa të gjitha qëndrimet tona ndaj institucioneve të kontrolluara nga Edi Rama. Nuk them se nuk do e çoj, por nuk them se do ta çoj. Sepse kemi dërguar në skap, imagjinoni këtu, kemi dërguar në skap mbi 100 dosjet për krimin elektoral. Dhe dilin mashtronin zëdhënësit e skapit Tauland Balla, e ndëgjuat ju vetë, se çfarë pa turpsie, që të gjitha dosjet janë pas një provë, pas një fakt, thoshte. Edhe bëjnë zëdhënë si skapit aty. Po mirë e bënte, sepse skapi ka gjitha ato dokumenta që Tauland Balla është antar kryesor i bandës kriminale të Elbasanit, i bajrëve, i rajave, e tjerë e tjerë. I ka me dokumenta, me regjistrime. Por Tauland Balla, ose i ka shpërbly ata in kind, ose i ka shpërbly me para, ndaj dhe bën zëdhënësin e tyre në parlament. Me që përmendët Spakun, ditën e djeshme u zgjodhe dhe kreu i ri i Spakut, Klodian Braho. Keni një koment për këtë? Komenti vetëm që dje u zbatua kushtetuta. Nuk u zgjodh si i pari me 5 vota, që ishte jo kushtetuese, dhe që s'mund të rrinte asnjë ditë në detyrë. Jo, i dyti mori 7 vota, dhe komenti i dytë, aty ishte një zonjë, çka tregon se ajo trupe KLP-s është mizogenike, nuk i dhan asnjë votë. Këtë, shu është që ta marrë. Ishte një zonjë aty, ajo nuk shkoj vetë aty. Aty në KLP e dërguar komisioni i skapit. Dhe shkoj atje, edhe 2-3 zonja që ishin në KLP, nuk menduan të japi një votë, nxorën pas një votë. Gjë që këto dy komente kam unë për zgjedhjet e djeshme. U zgjodh në përputhje me kushtetutën, ndallim të madh nga pararendësi i tij, që s'ka kushtetut as ligj, po këtu zbatu kushtetuta, kishin bërë rregulloren vetë për votim të hapur, okej. Ata është gjersa kanë ra dakord, nuk i di. Normal, në institucione votimi është i mbyllur, po ata kanë ra dakord vetë dhe s'mund t'ja diskutoj kush atë të drejtën për të vendosur si do të votojnë. Zot Berisha, i pari nga politika shqiptare që uroi Klodian Brahon për detyrën e re ishte kryeministri Edi Rama. Po ju? Lexo pak si e uroi. Mshirë. Kaq ishte. Mshirë. Kaq. Pyetja e dytë. Ditën e djeshme në 35 vjetorin e Partisë Demokratike këtu në Selim Blu, pati një mungesë Ervin Salianjin, i cili zgjodhi ta festoi në Gjirokastër me një foltore. Ishte mungesë me arsye apo pa arsye? Nuk e ka ndjerë. Për të qenë aty duhet ndjesh për vjetorin. Kaq. Nuk e ka ndjerë.
Në vazhdimësi të festës së 35 vjetorit, në një klip 15 minuta për historikun e Partisë Demokratike, zyra juaj kishte retushuar Lulzim Bashën, 8 vjet kryetari i Partisë Demokratike. I mirë apo i keq, ju ka drejtuar për 8 vite. Ju nuk e ndjet për ta vendosur Lulzim Bashën, të paktën një fraksion sekondi në atë klip? Spari të siguroj që po ta kisha bërë unë atë klip, do ta kisha bërë ndryshe. Por, po të kisha vu Lulzim Bashën, do t'i vija një kryq, të kuq, sepse Lulzim Basha e dëmtoi opozitën shqiptare, pra nuk them se nuk mund mos ishte, po do ishte me një atë që meritonte. Besoj se u përgjigja. Po, dhe... Ja, prandaj të lutem shikoj pak me vëmendje. Faleminderit Toriana, bravo. E shef, pas ka qenë, mos thoni, në punën e tij ishte. Dhe një pyetje tjetër, ju thatë që zoti Rama kërkoi mëshirë dje nga Klodian Braho. Pra kjo do të thotë që sipas Partisë Demokratike ka marrë fund epoka kur zoti Rama kontrollonte SPAK-un, sipas jush? Tani ti drejt e ke. Të garantoj që Edi Rama nuk heq dorë kur nga kontrolli i SPAK-ut. Nuk heq dorë. S'mund të heq dorë ai. Çfarë u tha, më falni lutem. Merrni pak, transkriptoni bisedën që ka bërë ai të nesërmen e komunikimit të akt akuzës së SPAK-ut ndaj Lubi Ballukut. Të nesërmen Rama, ajo i ka kërkuar Ramës të mbledhë në selinë e Partisë Socialiste. Në selinë e Partisë Socialiste. Kryesinë e Partisë Socialiste dhe qeverinë. Imagjino tani ti. Në atë mbledhje, violinë e parë nuk ka qenë Rama, ka qenë Lubia, e cila u kërcëllit të dhëmt, se i cilit aty, me kërcëlimin guxoni, sepse ja fshin ato, filluan ato të ja fshin statuset, pëlqimet, shërët, nga rrjetet sociale. Edhe kjo, e kuptoj që nga kjo fshira do kalojnë komentet negative. E para që të flasi, para që do të flasë, do ta marrë me vete, u tha aty. Dhe me gisht, njerë të regon të Ogertën, e cila duket kishku nërmen se ta zëvendësonte, herën tjetër Plumbeshën, pra nuk la edhe, po këta i ka zjedh vetë, pra shumicën e këtyre ministra i ka zjedh vetë, pra këto që i konsideronte, fliste dhe i tregonte me gisht. Dhe Rama, pasaj, tu themi këtu, thoshte, që SPAK-u është kundër Partisë Socialiste, po reale, është kundër Partisë Socialiste, si pas qytetare digital gjithmonë, nuk ka asgjë Belinda, jo, e kanë me mua. Çdo gjë, thoshte Rama, e kanë me mua. Pra, aty frenat në dorë i ka marrë Belinda, Lubia. Sigurisht që kjo çështje tani ka eksploduar, por edhe kjo ka habite vetë brenda. Se të lash në arrest shtëpi e ti, ata drejtorë që mund të përmbysin çdo arkiv, të pezullosh Lubin, hajde për Lubin se në base e gjykojnë që Rama s'do e heq imunitetin dhe janë detyruar me marrë se ata për hatë do e trojnë Lubin të lalvjedhësi. Pra janë ca gjëra të pa qarta dhe nuk ka diskutim që unë, përveç atyre
dhanave të qytetarit digital që janë shumë llojta, nga paritja tek presioni tek gjitha mbi ata të KLP-s kush i merr vesh, por një faktor i sigurt është se ajo prani aq e fuqishme ndërkombëtare ka patur vetëm një qëllim, që Edi Rama e qeveria të mos e kap skapin, kjo do thot pra kështu është ajo që kështu e interpretoj unë. Zoti Berisha, tashmë me largimin e Altin Domarit nga prokuroria e posaçme, a do të vazhdoni ta quani SPAK-un si organizatë kriminale dhe a besoni se Klodian Braho do të bëjë hetime të drejta? Edhe një herë, cili do që mendon se deklaratën për organizatë kriminale e kam politike, i kërkoj vetëm një gjë, të lexoj dosjen Toyota Yaris. Cili do? Të lexoj dosjen Toyota Yaris. Vetëm të ka shumë dosje tjera, po unë po them vetëm këtë. Dhe do bindet nëse ka në skap një grup të strukturuar kriminal apo një organizatë kriminale të përbërë nga tre, se kjo dallimi është, mos gaboj unë, mbi numrin e antarëve, ose një grup. Unë mund të numroj këtu, brenda skapit të paktën 5. 5 emra aty. Atëherë, në qoftë se ti i ke të gjitha këto, dhe ti nuk merr asnjë mas, brenda skapit, si mund të besoj unë? Mos më mbetet gjë tjetër dhe njerë të kërkoj të gjitha atyre që kanë objeksion për këtë cilësim timin, lexoni atë dosje dhe më thoni kush e ka gabim. S'mund thëm kur. Dhe nesër po t'i gjej një dosje të këtij, absolutisht e një gjë do them, po gjej një grup tjetër. Unë jam opozit, do mbroj interesin publik pavarësisht nga çdo çmim. Ja u them ju këtu. Pavarësisht nga çdo çmim, do mbroj interesin publik. S'kam asgjë. Merr ti dosjet 184 dhe 338. Dosje zyrtare, legale të krimit monstruoz elektoral. Çfarë ti them ati? Po ato kanë bëjnë me themelet e pluralizmit. Kjo është e vërtetë. Nuk kam se unë rastisht kam pak të dosje, mund të ketë të tjera që janë më keq. Po dosja Toyota Yaris është dosja që fakton atë që kam thënë unë. Ka dhe dosje tjera që faktojnë. Qarë? Po pse di shkon dhe merë një komisioner apo një person X në arte, kurse Taulant Balla që bën pazarin e votave me bandën e Elbasanit, dhe e ke në dosje, si thua një fjalë. Më thuj, a është kjo? A duhet opozita të qëndrojë? Unë them se po. Ne prandaj dhe qëndrojë. Faleminderit.